për krah mua për shkak të performancës mirë, për shkak të vlerave që ne kemi demonstruar edhe për shkak të planit mirë. Në anën tjetër, ne jemi të hapur për me bisedu me të gjitha partitë, përveç me vetëvendosin edhe me zonën Emilia Rexhepi, se ata veç kanë arrit koalicion me zveti. Me këto partitë tjera, me të gjitha jemi të hapur për me bisedu. Mirë po, detale ma tepër s'kisha me dhanë për shkak se eventualisht mundet dikush me u prek edhe na i damton mas në bisedimet e më të tjeshme. Por ka bisedime? Ka bisedime jo direkte, indirekte, pak me distancë, se jemi të përgatit terrenin. Domthon, ku jem të kem, a këshon pazari? Ku jem, qysh jem, qëfar pazari kemi, qysh t'ja banë të t'ja banë. Shos, a menën si ka me të analizu sinceritet edhe shos janë politikur, po flasim një populizm, se nga ka rame një asamblesë që kandiduaj për asambleje edhe flasim për bashkim kombëtar. Nga ka rozë që kam një këty në ikonave. Po do me citu Tony Blairin. Tony Blairi ka thonë, ka njëherë është ma mirë me hup të bo punë të mira, sa me fitu të bo punë të këshia. Qofse më penalizon sinceriteti, nuk më penalizon mu. I penalizon ata njerëz që mendojnë që sinceritetin duhet me ndëshku. Jemi në situatë ku gjitha studiet televizive diskutohet që a duhet të vendosë partia, qendra për koalicionin në komuna, apo të duhet të jepet liria kandidatëve për kryetar të vendosin vetë në pika, të di se cili qytet i ka specifikat e veta. Edhe nuk është e njëjta specifikë si Kundërzinë Qendrore, po flasim për qytete që është një farë koloriti qytetarësh, koloriti partive subjekte politike, ka edhe iniciativa qytetare që në komuna caktuar me dalin Kozamir, ka grupet interesit që kanë asamblistat veçantë vetë. A duhet me vendos niveli qendror për koalicionet, zoti? Unë mendoj që vendimin final duhet me morë në koordinim. Më thonë, nivelli qendror gjithsesi e ka një politike dhe cakton një kornizë, mirë po kandidat në për komuna duhet me pas lirin që me negociu me partner potencial koalicionit në atë komunë, po jo me dal jashtë kornizës partijake që e cakton kryesia partijës. Edhe faktikisht, unë personalisht jam të vepru ashtu, njërë nënë unë nuk kam problemin të asoj natyre për shkak se vetë jam nën kryetari partijës, po me gjitha to, unë me memlin jam konsultim, në koordinim, po ajo shumë korekt, edhe ai ka thonë, kjo është drejtimi ka duhet me lëviz, tash ju detalet negocioni me partnerët eventual në territorin e komunës Prëzenit, edhe mendoj që kjo është formulë. Unë nuk besoj që kandidati për kryetar çdo çdo komunë duhet me qenë totalisht i pavarur prej qendrës, sepse megjithatë partia mund ta ketë një politikë nivel nacional. Edhe nuk bën shumë me dal jashtë asaj krejt. Duhet me pas një koordinim, një ndërlidhje, duhet me pas. Do të thotë ruhet prap vija institucionale edhe nivelin qendror të qendrës në parti. Duhet. Në anën tjetër, qendra nuk duhet bashkë me orientu këtë 100% edhe me kushzu, po duhet me jalon një hapësinë të veprimit, edhe mendoj që ky koordinim është ajo varianta më e mirë, e cila e dëshmon edhe atë qasjen institucionale të partive, po edhe njëkohësisht e respekton pavarësinë edhe lirinë e kandidatit. Çfarë do marrim, një konsultim edhe me memrin edhe me kryesinë, apo mi kështu ngjashmërit për shtatit edhe në program edhe specifikat e qytetit ku kandidoni? Unë me kryesinë e PDK-s nuk kemi asnjë mosmarrëveshje, sepse i kemi vlerat e njëjta, i kemi mendimet e njëjta, kurse me partnerët potencial të koalicionit prezant bisedojmë kryesisht për mënyrën e qeverisjes edhe kryesisht për ato kritika që ata na kanë bërë neve gjatë qeverisjes, qysh mund ata më animu neve që na me përmirësuat qeverisje. Je ka si hapën, sa si mi pranu kritikat shoq? Po i pranoj kritikat se unë e di që kur s'ka perfekte, edhe na nuk jemi perfekt, na kemi bërë qeverisje të mirë edhe punë të mirë, po kjo nuk do të thonë që s'ka mundësi më mirë, edhe s'do të thonë që dikun s'kemi gabu. Shoq mas shumë disa na akuzuar gjatë fushatës kanë thonë, hajtë se shoq është djali i Sherit, është shumë liberal, është shumë ashtu, edhe shoq është veç kukull se vetin aty, shoq është një farë atraksioni për mi marr votat. Si komenton këto akuza? Mas shumë t'i akuzu për si pjesë. Po kundër kandidat, kur s'kan argumente tjera, duhet me trillu diçka, me imagjinu diçka, edhe folin në mënyrë hipotetike, ju punon imagjinata, përndryshe praktikat 4 vjeçare në komunën e Prëzenit e tregojnë të kundërtën, edhe për me vërtetu këto mundesh mi pyet stafin tëm. Tash po do më shpjegoj një koncept. Ka kryetar të komunave diktator. Edhe i thot stafit vet, mos bani kur gjë pa më pyet mua. Unë jam i thari delegimit. Unë nën kryetarit, drejtorave, shefeve, ju përcaktoj detyrat dhe kompetencat. I them, që kjo është drejtoria jote, këto ta ka dhënë ligji, tash që to i ki objektiva që duhesh me arrit, ti vazhdo me marr vendime operative të përditshme. Këto dikush tjetër e shpjegon, s'po vendos ke kurrë kryetari, po vendos ka i tjetri. A kjo është sistemi i delegimit i cili e mundson ngritjen e efikasitetit dhe të efektivitetit të operacioneve. Ty ditë paranojik jem politikan ballkanik shoh si po ta lund dikush lojën, po bën diçka, po djenes apo të zon.
Qysh me pështu, mi dhon pak si këshillë dhe tjerë, si këshyrin së shami marrë tash, kontrolë, se uma- edhe bashkëpunëtorin e shetot ka manzon karrikën. Ja kipoj vetë mi ven vazhdojnë edhe sot, kur mbledhen këta bështetasit tonë, kam problem për karrikë, rrim të qyrë si ndarësma. Tutën mos jupi karrikën, nuk i të shojnë venat. Mua më akuzojnë që nuk jam revanshist. Po unë e konsideroj që suksesi është revanshi më i mirë. Edhe ata njerëz që kanë tendenca të tilla, sistemi, tash në teoritë sistemeve po pak, sistemi i shëndetshëm i shnosh elementet e smuta i qëtë përjashtë. Edhe një person që punon kundra sistemit, kundra vlerave, vetë sistemi ka me skaju, ka me izolu. Edhe revanshi jam për ata njerëz është suksesi. E cili është suksesi? 26.500 vota në rundin e parë. Pikërisht këtë tashmë kemi KCC ka certifikuar rezultatet. Sa është numri total i votave? Diku 26.500 kemë zgabofsha në rundin e parë, afër 20.000 është për asamble. Ky është revanshi jam për gjithë ata persona që eventualisht mund me punu mas shpine. Mu më kanë thonë qërse njerëzit po folin për mas teje. Po, se kam pas edhe kësi këthashe tonë si po të dojnë me të dzuin individ saktun të degës në PDK, po të sabotojnë. Kur dikush fol mas meje, a di shka të regon kjo? Që ata janë për mas meje, unë jam për para. Sot diferenca në këtë rast me vendosin në partinë e ditë? Po diku është për mi 7.000 vota, 7.050-60 që diku. 7.050-7.000 vota? Po. A mendoj që është një diferencë e cila të regon një pjekunit e elektoratit, i cili elektorat ka ditë me vlerësu performancën e mirë, ka ditë me vlerësu vlerat edhe mënyrën që funksionojmë na, ku shumë gjona funksionojnë mirë, po aty këtu normal që i ka në alshim, edhe është normale që njerëzit kritikojnë, po ato kritika duhet me marrë mënyrë konstruktive, edhe shka ka mundësi me